i Ballkanit Perëndimor regional reconciliation conference pa ardhur më parë pajtimi rajonal. Dëgjoni, ne jemi të patundur në bindjen tonë që jo vetëm paqja është më mirë se gjithçka tjetër, por që sa më i lumtur komshiu, aq më e lumtur shtëpia. Diçka që, pra komshi i lumtur, shtëpi e lumtur, diçka që ma ka mësuar gjyshja ime. Kështu që mos kujdes vetëm për veten, por mendo edhe për fëmijën. Dhe nëse gëzon vet, po feston vet, atëherë sigurohu që fëmijët mos jetë duke vdekur urie, sepse pastaj gjithë ky gëzim shkon për drejt. Ne kemi politika bashkëpunimi, dialogu, bashkëpunimi me të gjithë në rajon. Ndërkohë me Serbinë, ndoshta nuk e dini ose të tjerët e dinë, 68 vjet pas vizitës së fundit kemi shkuar. Dhe natyrisht kemi një problem me Serbinë, një problem të madh, që është Kosova. Apo Kosovo, siç i thon këtu. Kosova është një problem, sepse për ne është një shtet në të drejtën e vetë, jo vetëm për ne, por për shumicën e vendeve të BE-s, për Serbinë e për ndonjë vend tjetër, nuk është. Dhe është një problem i madh. Por, ose do të vazhdonim të rrinim me kokën pas, e të ndiznim pakënaqësi, të ndiznim tensione, të ndiznim energji negative, dhe të dëmtonim veten, ekonominë tonë, të ardhmen tonë, sepse jemi tregje shumë të vogla, kemi nevojë që të jemi të gjithë bashkë, ose alternativa tjetër ishte të thoj, dëgjoni, nuk bijem dakord për këtë, por kjo nuk mund të na parandalojë të punojmë së bashku për shumë gjëra që bijem dakord.